I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to. Një vend dhe ka këtë pamje e mrekullueshme dhe të Alpeve. I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to remember not to take anything for granted. Do shtyra një njerëz që zgjuar qysh në 3:30 që ose 3:15 kokën. Dhe jemi nis nga Mënihu për në Shqipëri të rrallë me makinë dhe mbjetoj, nuk dukem shumë keq për gjithë ditën në ultim që jena. Jam kot, mund të kem fjet nga 10 minuta, 10 minuta maksimumi, por mbjetuam shumë mirë dhe për momentin nuk po ni shumë lodhje, jena te kufini me malin e zi, dhe më thonë Kroaci Malzi. Thoj se më rritme, pak e gjo rrugë Kamet, dikun tek 128 km pas Kamet, dhe do zoti më rrim para mesnalet në Shqipëri. Shumë, në Shqipëri, në shtëpi dhe më thonë. Ja. Më rrit me Malzi, thame, po, shoqëre ik me gati, erdhe në shtëpi. Por Malzina ka nxjerrë ton rrugën për hunsh, sepse ishte rruga shumë e keqe. Nuk mu ishte domethënë me ecë dhe do të më ecë shumë ka dalë, por edhe kena mbrit diku ka ora 12:09 në shtëpi. Dhe tani po bëj disa foto për Insta e punës, ku po publikoj këtë fustanin shumë të bukur që është kështu, është me pala këtu. Ta vë këtu, ndoshta duket pak, por reklamoj këtë fustani, që është një dashuri, është por si e një klientës për vu, por është shumë i bukur, ka edhe ngjyrën roz, e tani po shijoj pak shtëpi. القلب أبيض والكفوف ندية والحب أزهر Atëherë që të regoj të pak outfitin, kam resh këtë kostumin normalisht nga Ars Wardrobe. Është këtë kostumi këtu, bardhëzi që është një nga bestsellerët. Dhe kjo është dhoma ku do shndrojmë ne sot. Është tek Iron Hotel në Velipoj, si gjithmonë, zgjedhja ime për pushime, pastërtia on top, arredimi, besoj shikohet edhe në video. Kjo është edhe dhoma me shtratër, këtu ka dollapin. Këtu ka pasqyrën për tu bërë gati, kjo është edhe ishejme për sot, shtrati, rafte, atyre dritarja, pastaj këtu kemi pjesën e kuzhinës, dhe shikoni, ka një frigorifer këtu, këtu kemi divanin, karrige, televizor, kuzhinë të vogël për të gatuar, dhe këtu kemi edhe banjon, normalisht, nuk e di, a shikoj për pastërtia është on top, gjë që është shumë rëndësishme për mua, ndaj tani tikim në plazh. Përshëndetje njerëz, sot kemi në Velipoj. Ne jemi për shembull në Velipoj, po ne jemi të plazhi, dhe do të ikum ulla.
kishin me u shtegun. Që njerë, sot jemi në Vilipoj. Po mirë, thaj herë. A do me thonë dy herë. Po, Mirë. po që po që jemi në Vilipoj, një duke e që për të shkuar në Vilipoj. Po jena në Vilipoj, nuk... Jena Po për me shku. duke e që Te? për të shkuar Te? në plazhi. Bravo, tash e ke. Kemi hangar dhe hoteli. Edhe, tani jena gati për... Plazh. Nak. Do të tregojmë pak edhe vajzave të YouTube-it se çfarë kanë veshur sot për të dalë. Jemi në Vilipoj, si shikoni dhoma është super cute. Normalisht tek Iron Hotel si gjithmonë në Vilipoj, nuk ka ndroj. Pastërtia on top, dhoma shumë e bukur, interiori shumë i bukur. Si shikoni pak duket nga fotoja, por jo kanë treguar edhe lidhjet më përpara që është ju. E gjeni në booking, do ja u lë linkun poshtë. Dhe kjo është veshja ime. Këto balerinat nga Temu. Super komode për këmbën time që unë s'mund vesh asgjë. Pastaj, dhe këtë kostumin fakt, tani jam me dyshja, a ka marrë Temu, a ka marrë Shein. Por është shumë cute, është fund me këtë mishën me këto liose që formojnë fjongo këtu dhe është super cute. Dhe këtë shallin që e kam blerë kur kam shënë në Turqi dhe make-upin nga duart e mia, një make-up super i thjesht. Pastaj dhe çanta që e kam marrë në Flowmark. Dhe kush e fikim për sot. Nuk mund të konceptohet që është në Vilipoj edhe ndarë të mos dolesh në qenar, të bësha qetitjen edhe të hash diçka në qenar. Por ne, këtë rrallë, shkume tek Ada Vilu, që është një restorant në Vilun dhe është fantastik, shikoni çfarë pamjet ka jashtë. Por ne nuk mujtëm me nejt jashtë, sepse kishte mushkaja dhe hyme mren, por edhe mren është një ambient fantastik dhe mund të them që ushqimi është yll, shërbimi gjithashtu. Ju a super sugjerojnë se doni me kalu një natë pak më qetë, po atë fluksin e njerëzve, shikoni edhe ushqimet ku mund të them që ishin super të mira, edhe të boshme, edhe fantastike. Ne nuk dishim fruta, por kamajer insistoi na puni edhe fruta dhe kështu e mbyll me darkën. Tani më çubesh me pesh, është fantastik. Dhe do bëj pak skincare, por do të shkume e kaudalis. Toner është gjithashtu nga kaudali, edhe po e bëj shumë në dorë, se në momentin e kam përcejtë. Një aromë si rosh të alkohol. Një do hapi edhe këtë kremin e kaudalis, që është resveratrol vet. Dhe do më vetëm të shësh në letër, duket kështu dhe mund të zëvendësohet, pra ti blen vetëm pjesën e brendshme të kremit dhe nuk blen në kutinë, që mund duket një gjë shumë safe për planetin, që mos bëjmë shumë në të urinë, por të reciklohen, të mundohen të kursejmë sa më shumë.
Dhe kjo është interiori me 3 hapë për momentin dhe do të vë dhe SPF dhe kaq. Po përdori këtë të Sundance, e kam marrë në dëmë, do e provoj. Kam edhe një 2-3 tjerë, por kjo ishte pak shumë me ton. Ja të shumë, film që të bëj. I lejtë për mu hapë. Vendosë edhe pak të si foundation. Për vishësimi që akoma për më totale. Dhe në mëngjes, mblodhëm qarqaft dhe i lëm kështu gati për ato që pastrojnë hotelin, që t'jo letësojmë pak. Kjo është pamja nga hoteli. Dhe pastaj normalisht shkuam në plazh dhe rruga tipike e Velipojs me këto që shesin në rrugë, peshqir dhe aksesorë të ndryshëm. Dhe si di që ishte fundjavë, kishte pak kallapzek, ishte pak air. Sot u zgjuam kështu në plazh, normalisht ka air, është fresk, diell, ujë dhe mjafton. Kostumin e gjeni tek Ars Wardrobe, si gjithmonë. Na erdhi edhe kapelja. Every time I close my eyes, I see in front of me. I still can hear your voice calling out my name. And I remember all the stories you told me. I miss the time you were around. I miss the time you were around. But E dini veç që janë kur nxjerrën lekët e vogla në këtë locationin këtu. I remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so